Përse Dubai është kthyer në një lloj parajse për bosët e krimit, për trafikantët, për kriminalët, për njerëz të cilët në përgjithësi kanë probleme me ligjin në vendet e tyre. Jo vetëm në vendet e Bashkimit Evropian, por edhe në vendet e tjera të botës, duke nisur që nga Amerika Latine, Shtetet Bashkuara të Amerikës, diçka më pak Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe Azia. Çfarë po ndodh me këtë vend që po shihni këtu, pra jam në zemër Dubait, një vend i cili deri 30 vjet më parë ishte krejtësisht modest. Kur unë kam ardhur për herë të parë në vitin 2002 në mos gaboj në Dubai, i gjithë qyteti kishte vetëm 2 ndërtesa të larta dhe sapo kishte marrë zhvillim. Sot është një qytet krejtësisht i panjohur, domethënë i pa krahasueshëm me atë të 20 viteve më parë. Mjafton t'ju them që gjithë kjo zonë që po shihni këtu është një zonë e ndërtuar tashmë së fundmi. Por le t'i kthejmë dhe një analizë që ju pyeta. Çfarë ka ndodhur me bosët kryesor të krimit dhe narkotrafikantët? Duke filluar që nga fillimi i viteve 2000, një pjesë narkotrafikantësh, kriminalësh, banditësh, kontrabandistësh, të cilët ishin zbuluar ose kërkoheshin nga policia në vendet e tyre, filluan të strahohen në zonën e Emirateve, kryesisht në Abu Dhabi, në Dubai, më pak në Abu Dhabi. Por pse ndodhte kjo gjë? Në atë kohë Dubai kishte filluar të kishte një rritje të menjëhershme të popullatës. Në atë kohë, po e quaj vendasit vet ishin rreth 50% e popullatës, ndërsa 50% ishin njerëz që shërbenin dhe ndihmonin me shërbimet. Pjesa më e madhe nga India, nga Pakistani apo nga vende të tjera kryesisht aziatike. Në këtë kohë, popullsia e të huajve filloi të rritet ndjeshëm dhe sot Dubai dhe Abu Dhabi dhe të gjithë Emiratet Arabe kanë një popullat prej rreth 10 deri në 12% vendas dhe rreth 88-90% të huaj që vinë për të shërbyer. Qyteti njohi një zhvillim të papar. Këtu jemi në zonën e Dubai Marinës, ju mund të shihni vetëm pjesën e godinave të ndërtuara në 15 vitet e fundit. Është gjithçka e ndërtuar në 15 vitet e fundit, godina masive, shpeshherë është e vështirë thuhet, nga erdhën parat që u ndërtua, po mbi të gjitha nga erdhën parat që blen real estate-in në këtë zonë. Dhe pse pikërisht Dubai? Në fillim të viteve 2000, sikur se thash, njerëzit filluan të kishin probleme me ligjin, gjetën një dobësi ligjore dhe njëkohësisht një mundësi ekonomike në Dubai. Lehtësia ligjore ishte që Emiratet e Bashkuara Arabe nuk kishin marrëveshje ekstradimi me pjesën më të madhe të vendeve të Bashkimit Evropian. Edhe pse më pas u firmosën disa marrëveshje të vogla ekstradimi me disa vende europiane, mundësia e ekstradimit është thuajse zero. Pse është thuajse zero? Është thuajse zero sepse, ose ka qenë pothuajse zero, sepse legjislatura, procedurat e Dubait, vendimet e gjykatave dhe mbi të gjitha kërkesa shumë e madhe e dokumentave dhe zgjatja në kohë e ka bërë ekstradimin thuajse të pamundur. Me vende e tjera që Dubai nuk ka marrëveshje ekstradimi, nuk ekstradon askënd pra nga këta dhe me vende pak më problematike, siç janë vendet e Amerikës Latine, as nuk i pyet fare. Njëkohësisht, trafikantët e drogës filluan të kuptojnë që Dubai kishte nevojë për investime, kishte nevojë për para kesh, të cilat investoheshin për të blerë apartamente prallore si një pjesë e këtyre, dyqane, për të hapur biznese dhe për të futur zhvillim, për t'i dhënë zhvillim një qyteti i cili po ngrihej nga hiçi me ambicien për të kthyer në një prej qyteteve më të vizituara të botës. Sot disia ka arritur, sepse është qyteti i 5 më i vizituar i botës, por në kohën kur nisi ishte ende asgjë. Jam duke ecur thash në Dubai Marina, në një zonë krejtësisht me detin e futur artificialisht, ku u ndërtua, pra për të dhënë ndjesinë e detit, në brendësi të tokës u fut ky kanal dhe u ndërtua rreth e rrotull. Edhe investimi i Dubai Marinës filloi të bëhej eksaktësisht në këtë kohë, pra diku rreth fillimit të viteve 2005-2006 dhe para të pafundme që vinin nga trafiqet, nga krimi organizuar, nga trafiku i drogës, filluan të investojnë. Natyrisht, asnjë prej trafikantëve që vepronte në Dubai, që jetonte në Dubai, nuk bënte asnjë lloj veprimtarie antiligjore në Dubai dhe ndaj, po e quaj, rregullave të Dubait. Ata u vendosën këtu edhe për një arsye tjetër, sepse numri të huajve filloi të rritej ndjeshëm dhe me 90% të huaj nuk binin më në sy. Kishin mundësi investimi, nuk kishin marrëveshje ekstradimi, filluan të kuptonin që vetë Dubai t'i interesonte që investimet bëheshin këtu. Por duket se nami i madh negativ i Dubai dhe mbi të gjitha sjellja e shumë prej trafikantëve në vendet e tyre krijoi një problem për imazhin e
vetë po e quaj qytetit. Në vitet e fundit ka filluar diçka të lëviz. Shumë prej vendimeve të ekstradimit kanë filluar të shqyrtohen seriozisht. Një ekstradim i famshëm në Francë, një ekstradim i famshëm në Belgjik, një ekstradim i famshëm në Itali dhe një ekstradim shumë i famshëm në Britani ndodhen brenda një viti. Njëkohësisht një numër personazhe shqiptar të botës krimit që ishin streuar në Dubai, po ashtu filluan të kthehen mbrapa në Shqipëri pa pasur fare marrëveshje ekstradimi. Pra në një farë mënyrë, Dubai vendosi të heqi qafe dhe të largojë nga territori i tij njerëz problematik dhe mbi të gjitha që kishin një zhurmë mediatike në vendet prej nga vinin. Që nga ky moment, dhe sidomos nga ekstradimet e para, Dubai nuk konsiderohet më parajsa e sigurt e trafikantëve të gjithë botës. Sepse aq më tepër dhe një tjetër ekstradim që pritet ndodhi në Kolumbi, do ta çojë, ka krijuar përshtypjen që tashmë dhe me vende ndaj cilave Dubai nuk kishte ndonjë detyrim të madh, ka filluar të veprojë. Pra Dubai nuk është më parajsa e madhe e trafikantëve. Dubai vetë duket se nuk ka më nevojë për paratë dhe investimet e tyre. Qyteti ka arritur të shndrohet një nga qytetet më të vizituar të botës, në një nga qytetet më të rëndësishme të gjithë botës arabe dhe padyshim një qytet me një filozofi të ndryshme. Kështu që nëse sot një pjesë e bandave dhe kriminalëve shqiptar janë streuar në Dubai, veprojnë nga Dubai, japin urdhra apo drejtojnë po e quaj trafiqet e tyre nga Dubai, asnjëri prej tyre nuk është më sot i sigurt. Nga ana tjetër duhet të themi një gjë. Vërtet që Dubai nuk është më parajsa e dikurshme trafikantëve, por jo të gjithë shqiptarët që jetojnë në Dubai janë trafikantë dhe jo të gjitha vajzat që vinë në Dubai kanë probleme, po them. Ka një komunitet shqiptar në Emiratet e Bashkuara Arabe, sidomos në Dubai, që sipas shifrave është rreth 3000 veta, po praktikisht duhet të jetë mbi 10000 veta. Është një komunitet që punojnë në real estate, në punë në menaxhime, në punë nga më të ndryshme, në nivele nga më baziket, pra nga kamarieri deri në nivelet më të larta të mundshme të bizneseve, të kompanive, të po e quaj administrimit dhe të hospitality, pra të turizmit në Dubai. Shqiptarët mund t'i gjesh kudo, mund t'i gjesh absolutisht në poste drejtuese, mund t'i gjesh në vende që askujt nuk ja merr mendja. Natyrisht është dhe grupi i vogël që gjithmonë është shumë i vogël, i njerëzve problematik, të cilët në Dubai, edhe nëse kanë hasmëri me njëri tjetrin, nuk guxojnë kurrë që këto hasmëri t'i ekspozojnë. Dubai është një qytet super safe. Abu Dhabi është qyteti më i sigurt i botës. Çdo gjë është monitoruar. Fytyra e çdo personi që qarkullon në rrugët e Dubait është po e quaj menjëherë e lexuar nga kamerat inteligjente dhe mund të gjendet në sekond. Ky është shkaku që në Dubai pothuajse nuk ndodh asgjë, pa llogaritur këtu dhe ligjet të jetë të ashpra dhe të egra që zakonisht ka vendi për çdo lloj krimi dhe çdo lloj shkelje të ligjit. Ky është një qytet që në fakt shumë veta ju duket i pabesueshëm, është realisht i pabesueshëm, sepse është një qytet që u ngrit nga shkretira dhe nga një varfëri ekstreme për të shndruar në një nga qytetet më interesante të botës, në një parajs që nuk është më për trafikantët e drogës.